Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama mohoi akuzat e Sali Berishës për represion ndaj anëtarëve të gjykatës kushtetuese lidhur me pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në një videomesazh Rama sqaroi se ka detyrim publik të flasë për çështje që lidhen me detyrat e tij institucionale dhe se qëndrimet e tij synojnë të parandalojnë precedent të rrezikshëm. Ai bëri thirrje gjykatës që të marrë vendime të qarta dhe për konflikte të kompetencave për pushtetet, duke theksuar se nuk ka pasur synim politik ndaj Partisë Demokratike. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas akuzave të kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha për presion ndaj gjykatës kushtetuese lidhur me ankimimin e tij mbi vendimin e pezullimit të zëvendës kryeministres Balluku. Në një videomesazh, Rama mohoi kategorikisht se qëndrimet e tij përbëjnë presion, duke argumentuar se si palë në proces, ai ka detyrimin publik të komentojë çështjet që lidhen me detyrat institucionale të tij. Kjo është një betejë institucionale gjyqësore për të mos lejuar atë që nga Komisioni i Venecias konsiderohet shkelje e palejueshme e kufirit ndarës mes pushteteve. Pra, unë jam palë dhe flas si palë, nuk i bëj presion askujt. Rama theksoi se qëndrimet e tij synojnë të pengojnë krijimin e precedenteve të rrezikshëm si ai i pezullimit të një antari të qeverisë. Sepse duke i hapur rrugë presioneve politike ndaj qeverisë, destabilizimit institucional dhe manipulimit ekzekutivit përmes proceseve penale, do të ndodhte diçka që është e panjohur në Europë. Mjafton vetëm të parafytyrosh se çfarë lojësh politike në dëm të shtetit, në dëm të ligjit, të qytetarëve, të shoqërisë mund sillte e ardhmja po të hapej kjo vërim e madhe në murin ndarës mes pushteteve kushtetuese në Shqipëri. Ai u përgjigj gjithashtu pa përmendur emrin e Berishës, duke vënë në dukje se përdorimi i kësaj çështjeje për luftë politike është i papërshtatshëm dhe se temat e konfliktit të kompetencave mes pushteteve duhet të marrin përgjigje të qarta dhe ligjore. Duhet të jesh krejt i papërgjegjshëm, ka shi Shqipërisë, Republikës sonë, për ta lënë të kaloj pa luftuar gjyqësisht në shkallën më të lartë atë të gjykatës kushtetuese këtë tentativë antidemokratike. Aq më keq akoma pastaj, duhet të jesh krejt i verbuar nga urrëtia politike për ta kthyer edhe këtë konflikt kompetencash mes ekzekutivit dhe gjyqësorit në një konflikt politik. Në rastin e ministrit është një shkarkim, të cilin kryeministri duhet thjesht ta formalizoj me që e mendoj prokurori dhe e vendosi gjykatësi me detyrim përcaktim, sepse të pezullosh një ministër nuk do të thotë të pezullosh një funksionar publik të cilit do nivel. Atë ndërkohë mund ta bësh sepse ja bën punën dikush tjetër, por do të thotë ta zgjësosh pa afat një autoritet me fuqi ekskluzive vendimmarrëse. Pavarësisht akuzave, kryeministri përsëriti apelin e tij për gjykatën që të vendosë me qartësi dhe pa ndikim politik, duke theksuar se qëndrimet e tij nuk kanë për qëllim të ushtrojnë presion mbi anëtarët e gjykatës, por të sigurojnë respektimin e ligjit dhe stabilitetin institucional. Që gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë t'ia kursej Republikës Shqipërisë shpikjen e një risie totalisht të pamirëseardhur në historinë e drejtësisë demokratike. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi nga ana tjetër se do të depozitojë nesër një padi ndaj kryeministrit Edi Rama për mashtrim publik. Padia lidhet me deklaratat e Ramës në podcast, ku ai citonte pretendimet e Komisionit Venecias për pezullimin e ministres Balluku, të cilat sipas Berishës janë të rreme. Berisha u bëri thirrje anëtarëve të gjykatës kushtetuese të mos bien viktime e presioneve, duke paralajmëruar se Partia Demokratike nuk do të bashkëpunojë me ndryshime ligjore që cënojnë reformën në drejtësi. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka paralajmëruar një padi ndaj kryeministrit Edi Rama për mashtrim publik, duke lidhur me deklaratat e tij në podcast, ku Rama pretendoi se Komisioni i Venecias kishte dhënë opinione mbi pezullimin e ministres Balluku nga IQK. Sipas Berishës, kjo është një gënjeshtër e qartë dhe përpjekje e kryeministrit për të ushtruar presion publik dhe të fshehta mbi anëtarët e gjykatës kushtetuese për të pranuar ankimimin e tij ndaj vendimit të pezullimit. Edi Rama do pa ditët nesër për mashtrues publik dhe nenin, njeriu që kërkon të pengojë drejtësinë. 2 nene, 2 vepra penale të rënda.
Jo është antikusht, jo ka thënë Venecia, asnjë fjalë Venecia. Gënjeshtër, sepse kjo do të ishte gjë më madhe për vendin. Absolutisht Edi Rama s'do mund ta mbrojë vjedhjen e tij. E garantoj që nuk do mund të mbrojë vjedhjen e tij. Edi Rama po përpiqet të mbrojë vjedhjen e tij, por nëse gjykatat nuk veprojnë, do veprojnë qytetarët. Ai shtoi se Rama po tenton të krijojë presionin mbi gjykatën duke cituar Komisionin e Venecias për opinione që nuk i janë dhënë kurrë. Kundër standardeve të Venecias. Edhe njerë, Venecia nuk ka asnjë gjykim, asnjë vlerësim për asnjë ministër që nga themelimi i këtij komisionit ndëruar gjerësor. Pse? Se nuk ka ministër të pa fytyrë të pa sy, që pasi të kapet duke vjedhur dhe të akuzohet nga drejtësia të shkojnë në Venecia të kërkojnë strehim për të mbrojtur. Nuk ka shkuar. Edhe njerë, sipas tij, gjykatat nuk duhet të pezullojnë anëtarët e qeverisë sepse duke bërë këtë spari cenojnë balancën e pushteteve. Absolutisht mashtrim në çdo germ, në çdo fjalë, në çdo frym. Një përkufizim i tillë nuk ekziston në asnjë nga këshillimet, çështjet e trajtuara nga Komisioni Venecia. Që Edi Rama mashtroi publikun shqiptar ndërkombëtar dhe për presion ndaj gjykate, duke cituar Komisionin e Venecias për opinione që ai kurrë nuk i ka dhënë. Të nxjerr, hajde dalim sonte në media, edhe ti nxjerr ku i ka. Shkojmë në debat. Ku i ka vendimet e Venecias kundër pezullimit? Kreu Demokrat u drejtua dhe me një mesazh anëtarëve të kushtetueses. Pra, unë uroj që gjykata mos bjerë viktim e presioneve të gjithanshme mafioze që po bëhen përveç saj që keni dëgjuar ju, presionet jashtëzakonshme më thonë burime të ndryshme po bëhen mbite. Ai nënvizoi gjithashtu se Partia Demokratike nuk do të marrë pjesë në asnjë përpjekje për të ndryshuar ligjin e reformës në drejtësi, duke hequr mundësinë e ndërhyrjes në kodin penal përmes votave të socialistëve. Ne nuk marrim pjesë në asnjë ndërhyrje në ligjet e reformës drejtësisë. Nuk marrim pjesë. Ne i kemi shprehur qëndrimet tona, ata duan të hapin shtegun, se ju e dini që ata kanë përgatitur kodin penal, nga i cili kanë hequr shpërdorimin e detyrës për të shtuar zinxhiri hajdutëve të tyre nga rama e poshtë. Pra ne nuk kemi asgjë të përbashkët me propozimet e tyre për ligjet për drejtësinë. Jo. Në lidhje me debatin brenda Partisë Demokratike, Berisha tha se çdo mendim, propozim apo kritik duhet të diskutohet brenda forumeve të partisë, por nuk pengon asnjë anëtar që të shpreh opinionet e tij edhe publikisht. Është i ftuar të shpreh lirisht çdo mendim. Natyrisht, duke thënë këtë, nuk kam ndërmend t'i them asnjëriu që ato mendime mos i shpreh publikisht edhe në mediat e qeverisë apo në ku të dush. Por normale në një parti, kudo është që mendimet, propozimet, opinionet, kritikat. Ai theksoi rëndësinë e ruajtjes së fjalës së lirë brendave strukturave të partisë, duke qartësuar se kjo nuk duhet përdoret si mjet për presionin ndaj gjykatës dhe procesit ligjor. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit këtë të hënës pak për të zbatuar masën e sigurisë detyrim paraqitje në dosjen Partizani. Pas daljes nga prokuroria e posaçme, ai akuzoi ashpër gjyqtarin Irina Gjoka duke pretenduar se ajo nuk plotson kriteret për të ushtruar detyrën. Berisha akuzoi Gjokën edhe për dëbime të mëparshme nga Greqia për falsifikim të formularit të dekriminalizimit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit para ditën e së hënës në ambientet e Spakut në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitjes të caktuar ndaj tij në kuadër të hetimeve për dosjen Partizani. Djalja e tij nga prokuroria e posaçme u shoqërua me deklarata të forta për mediat, ku ish kryeministri akuzoi gjyqtarin Irina Gjoka për mungesë kriteresh profesionale dhe ligjore. Mos harroni se kjo do të thotë krim në vazhdim. Kjo do të thotë ky mohim do të thotë dyfishim i krimit të kryer, sepse fshehja në formularin e dekriminalizimit, fshehja në formularin e vettingut, fshehja në ILDKP, të gjitha këtyre ILDKPI përbëjnë krimen vetvetes secili prej tyre. Berisha deklaroi se gjyqtaria Gjoka nuk i plotson standardet për të ushtruar funksionin e saj duke cilësuar procedurën ndaj tij si një manovër mbrojtëse nën petkun e hetimeve paraprake.
Një ditë pasi kishte thënë që s'kam qenë kurrë dënuar, doli prokura, të cilën Irena me shumë mbiemër e kishte lëshuar për noterin në Fier për të marrë avokat që të kundërshtonte vendimin e dëbimit nga Greqia. Pra, bie tërësisht alibia se nuk kishte djeni. Me 7 maj 2025, Altin Troplini, poja i skapit, deklaron fillimin e hetimeve paraprake. Hetimi të mburoj për të mos lejuar shkarkimin e saj, për të mos lejuar veprimet administrative ndaj saj, mbasi thot unë po e hetoj këtë. Deklaratat e tij vinë në një moment kur ndaj Berishës vijojnë hetimet për çështjen e ish kompleksit partizane, ndërsa kreu demokrat përsëriti se procesi ndaj tij është i motivuar politikisht. Ndrojmë temë të informacioneve tona. Një ditë pas ekzekutimit të biznesmenit 43 vjeçar Edmond Hyka, i njohur si Mondi Mahalla, autorët mbeten pa njohur, ndërsa hetuesit shoqëruan disa dëshmitar dhe familjar pa avancim të hetimeve. Viktima u qellua pranë karburantit të tij, Xhaxhi Oil, në lagjen Emin Matraxhiu, dhe të paktën 2 autorët u larguan me makinë të zezë tip Audi, të cilët më vonë e shkrumbuan. Brenda saj u gjet një pistolet Beretta, arma që dyshohet të jetë përdorur në krim, por gjurmët e autorëve humbën pas largimit. Një atentat mafioz tronditi qytetin Elbasanit të dielën kur biznesmeni Edmond Hyka, 43 vjeç, i njohur me novkën Mondi Mahalla, u ekzekutua pranë karburantit të tij, Xhaxhi Oil, në lagjen Emin Matraxhiu. Sipas hetimeve të deritanishme, viktima sapo kishte dalë nga zyra e tij dhe ishte ulur në makinën tip Range Rover, kur një prej autorëve u afrua dhe e shëlloi 3 herë me pistolet, 2 plumba duke e kapur në kokë, çka shkaktoi vdekjen e menjëhershme. Ngjarja që ndodhi mesditën e së dielës ka lënë banorët zonës të tronditur dhe të friksuar. Hetuesit e Elbasanit raportojnë se autorët, të paktën 2 persona, u larguan me një makinë të zezë tip Audi. Mjeti u shkrumbua më pas 15 kilometra më tutje në mes të asfaltit pranë fshatit Mirak në drejtim të Librashtit. Brenda saj u gjet një pistolet Beretta, armë që dyshohet të jetë përdorur në krim, ndërsa autorët më pas u larguan me një automjet tjetër, duke zhdukur çdo gjurmë. Grupi i posaçëm hetimor ka shoqëruar të paktën 7 persona për t'i marrë në pyetje, kryesisht dëshmitar dhe familjar të viktimës, por deri tani deklaratat e tyre nuk kanë dhënë informacion të dobishëm për identifikimin e autorëve. Hetuesit po shqyrtojnë çdo provë të mundshme për fshir pamjet nga kamerat e sigurisë dhe gjurmët e lëna në vendin e ngjarjes. Edmond Hyka nuk ishte person i panjohur për policinë, ai kishte precedent për armbajtje pa leje dhe narkotik, ndërsa aktivitetet e tij të biznesit shtriheshin prej vitesh në qytetin e Elbasanit dhe në Tiranë, ku jetonte në zonën e komunës së Parisit. Përveç karburantit Xhaxhi Oil, Hyka ishte pronar i një shërbimi taksie të sapo krijuar. El Taxi tregon se kishte zgjeruar aktivitetin e tij lokal dhe kishte ndërtuar një rrjet biznesi në rajon. Hetimet vazhdojnë intensivisht nga grupi i posaçëm në Elbasan, me qëllim kapjen e autorëve dhe zbardhjen e plotë të dinamikës së atentatit, i cili lidhet me lidhje të mundshme kriminale dhe motive mafioze. Banorët e zonës mbeten të shqetësuar, ndërsa policia ka rritur patrullimet dhe kontrollet në qytet dhe rrethinat për të parandaluar incidente të tjera. Apeli i GKK-s do të rishqyrtojë çështjen ndaj 3 ish-gjyqtarëve Alex Nikolli, Petrita Liaj dhe Skënder Xhamini që hoqën dënimin e përjetshëm të Dritan Dajtit. Gjykata e lartë ka prishur vendimin e pushimit të hetimeve ndaj tyre, duke caktuar një trup tjetër gjyqtarësh për shkallën e dytë. Dajti, i dënuar për vrasjen e 4 punonjësve të policisë, u rikthye në burgim të përjetshëm në qershor të 2024-s, pas vendimit të apelit për 25 vite burg. Çështja ndaj 3 ish-gjyqtarëve Alex Nikolli, Petrita Liaj dhe Skënder Xhamini, të cilët në shkurt të 2019-s hoqën dënimin e përjetshëm të Dritan Dajtit dhe dënuan atë me 25 vite burg, do të rikthehet për gjykim në apelin e GKK-s. Vendimi vjen pasi gjykata e lartë ka prishur më parë vendimin për pushimin e hetimeve ndaj gjyqtarëve, duke urdhëruar që çështja të shqyrtohet sërish nga një trup tjetër gjyqtarësh. Arsyet për prishjen e vendimit nuk janë bërë ende publik. Dritan Dajti, i cili ka kryer vrasjen e 4 punonjësve të
policisë ndodhet në qeli që nga viti 2008. Vendimi i apelit në 2019 që reduktoi burgimin e përjetshëm në 25 vite, nxiti hetime për korrupsion dhe qytetarëve të përfshirë, duke përfshirë kontrollimin e banesave të tyre dhe dosja e kaloi spakut pas ngritjes së këtij institucioni. Megjithatë, vendimi i apelit shidha shpresë dajtit për liri u rrëzua nga gjykata e lartë në qershor 2024, duke rikthyer dënimin e përjetshëm dhe duke vijuar procesin penal ndaj ish-gjyqtarëve. Çështja rikthehet kështu në shkallën e dytë, me shpresën për të sqaruar më tej përgjegjësitë e tyre në këtë vendim historik dhe kontestues. Pensionistët shqiptar do të mund tërheqin nga sot bonusin e fundvitit që varion nga 10 deri në 15.000 lekë sipas nivelit të pensioneve. Përfituesi janë gjithsej 762.740 persona, përfshirë pensionistë pleqërie, pension invaliditeti familjar dhe trajtime të veçanta financiare. Ata që nuk e tërheqin gjatë dhjetorit mund të përfitojnë deri në 30 qershor 2026, pas së cilës data skadon. Që nga 1 dhjetori pensionistët do të tërheqin bonusin e fundvitit, një shpërblim financiar që qeveria vendosi për të mbështetur të moshuarit dhe kategoritë më të ndjeshme në këtë fundvit. Sipas të dhënave zyrtare, 541.000 pensionistë me pension deri në 20.000 lekë do të përfitojnë 15.000 lekë të rinj, ndërsa 221.000 pensionistë me të ardhura mbi 200.000 lekë do të marrin 10.000 lekë. Shpërblimi prek gjithsej 762.740 persona, duke përfshirë 620.325 pensionistë pleqërie, 2.322 në pension social, 65.232 persona me pension invaliditeti, 48.087 me pension familjar dhe 6.774 me trajtimet veçanta financiare, si minator të nëntokës, punonjës të ish-ndërmarrjeve ushtarake dhe ushtarak në pension të parakoshëm. Bonusi prej 10.000 lekësh e marrin kryesisht pensionistët me të ardhura mbi 200.000 lekë dhe ata që përfitojnë trajtime të veçanta, ndërsa bonusin prej 15.000 lekësh e marrin pensionistët me të ardhura deri në 20.000 lekë dhe disa kategori të tjera si pensione, invaliditeti, familjar dhe profesionistë të vështirë. Pensionistët që nuk do të mund ta tërheqin bonusin gjatë muajit dhjetor kanë mundësi ta marrin deri në 30 qershor 2026, ndërsa pas kësaj date shpërblimi nuk do të jetë më i disponueshëm. Ndërkohë qeveria pritet të miratojë gjatë dhjetorit një akt normativ për ndryshimet e buxhetit që mund të parashikojë shpërblime fundviti edhe për familjarët me ndihmë ekonomike dhe personat me aftësi të kufizuar që marrin pagesa mujore përmes shërbimit social. Në zonën e Lezhës është ngritur përsëri alarm për përmbytje pas një çarje të re në argjinaturën e lagunës së Vajinit. Çarja regjistruar pak metra mbi atë të mëparshme në rrit të ndjeshëm rrezikun që uji të depërtojë në banesa dhe toka bujqësore përreth. Bashkia ka nisur masat urgjente për riparimin e argjinaturës dhe u bën apel banorëve të zonave të rrezikuara të jenë vigjilent dhe të raportojnë çdo problematik. Situata në lagunën e Vajinit në zonën e Lezhës ka krijuar shqetësim të madh tek banorët dhe autoritetet vendore, pasi argjinatura e zonës ka psuar një çarje të re, vetëm disa metra mbi atë të mëparshme. Ky incident rrit ndjeshëm rrezikun e deportimit të ujit drejt tokave bujqësore dhe banesave, duke kërcënuar të shkaktojë dëme të konsiderueshme materiale dhe të pengojë jetën normale të banorëve. Bashkia e Lezhës ka njoftuar se po ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për riparimin urgjent të argjinaturës dhe monitorimin e vazhdueshëm të situatës. Në të njëjtën kohë, autoritetet u bëjnë apel banorëve të fshatrave Ril, Barbulloj, Tresh, Spiten, Markatomaj dhe Tale që të jenë të kujdesshëm dhe të raportojnë menjëherë çdo problematik, si për shembull depërtimin e ujit në toka ose banesa për të parandaluar pasoja më të rënda. Pak ditë më parë, rreshtet e dendura të shiut kishin dëmtuar argjinaturën duke shkaktuar përmbytje të disa banesave dhe duke rrezikuar tokat bujqësore në zonë. Banorët janë shprehur të shqetësuar për situatën, duke thënë se uji ka arritur të rrethojë edhe shtëpi dhe parcela bujqësore, duke krijuar vështirësi të mëdha në jetën e përditshme dhe në aktivitetet ekonomike. Autoritetet shprehen se ndërhyrja e shpejtë në riparimin e argjinaturës dhe monitorimi konstant do të jetë vendimtar për parandalimin e dëmeve të mëtejshme. Gjithashtu institucionet e emergjencës janë në gatishmëri për të ofruar ndihmë në rast të përmbytjeve, duke siguruar transport dhe strehim të përkohshëm për banorët e prekur.
Nëna e Mark Samsonit, 23 vjeçarit akuzuar për vrasjen e të resë shqiptare Ilaria Sula, është dënuar me 2 vite burg me kusht për fshehjen e trupit pas krimit. Gjykata italiane miratoi marrëveshjen e pranimit të fajësisë, vendim që ka shkaktuar reagim të fortë nga familja Sula. Ndërkohë, seanca paraprake ndaj Samsonit pritet të nisë me 9 dhjetor. Në Itali, nëna e Mark Samsonit, e akuzuar për vrasjen brutale të ish të dashurës së tij shqiptare, Ilaria Sula, është dënuar me 2 vite burg me kusht, pasi pranoi se ka ndihmuar djalin e saj në fshehjen e trupit të viktimës pas krimit. Vendimi i gjykatës erdhi pas miratimit të marrëveshjes së pranimit të fajësisë, duke i siguruar asaj një dënim më të butë, zhvillimin që ka shkaktuar indinjat të thellë te familja e vajzës së vrarë. Babai i Ilarias, Flamur Sula, ka reaguar ashpër duke i quajtur vendimin të padrejtë dhe duke theksuar se për familjen e tyre drejtësia nuk ekziston. Ai kërkon dënime më të rënda për të gjithë personat që ndihmuan në fshehjen e gjurmëve të krimit, ndërsa nënvizon se vajza e tyre u tradhtua, u vra dhe më pas u zhduk nga njerëz që duhet të përgjigjeshin përpara ligjit. Ngjarja e rëndë ato në datën 25 mars, ku një konflikt mes shiftit përfundoi fatalisht në banesën e Samsonit në Rom. Sipas hetimeve, pas vrasjes autori transportoi trupin e Ilarias në një zonë të pyllzuar jashtë qytetit, ndërsa nëna e tij pastroi gjurmët e gjakut në dhomë për të shmangur dyshimet e policisë. Hetuesit zbuluan se Samsoni për disa ditë me radhë përdori telefonin e viktimës, fshiu llogaritë e saj në rrjetet sociale dhe madje u shfaq te shoqet e Ilarias, duke u shtrirur i shqetësuar për zhdukjen e saj. Ndërkohë, procesi kryesor ndaj Mark Samsonit pritet të nisë me 9 dhjetor, ku ai do të përballet me akuzën e vrasjes së rëndë dhe manipulim të provave. Familja Sula shpreson që drejtësia të vihet në vend për vajzën e tyre dhe të gjithë të përfshirët të marrin dënimin e merituar. Eci me të tjera zhvillime. Afati për aplikim të subjekteve politike për zgjedhjet e parakohshme parlamentare u mbyll të dielën në mesnatë me gjithsej 24 parti që kanë dorëzuar kërkesën për pjesëmarrje. Pjesa më e madhe e subjekteve aplikoi në ditën e fundit, ndërsa disa formuan koalicione zyrtare për fshirë lëvizjen vetëvendosjen me 3 parti. Brenda javës së ardhshme, të gjitha partitë do dorëzojnë listat e kandidatëve për deputet për garën e 28 dhjetorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar përmbytjen e afatit për aplikim të subjekteve politike që do të karojnë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Afati i hapur që nga 24 nëntori përfundon të dielën në mesnatë, ndërsa shumica e partive kanë dorëzuar aplikimet e tyre në ditët e fundit në 30 nëntor. Sipas të dhënave të KQZ-s, 4 partitë kryesore, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Social-Demokrate kanë vendosur të garojnë koalicion zyrtar. Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje ka formalizuar koalicionin e saj me 3 parti, Guxo, Alternativ dhe Partinë Shqiptare Demokratike. Të gjitha partitë pjesëmarrëse kanë detyrim që brenda një jave të dorëzojnë online listat me kandidat për deputet, të cilët do të përfaqësojnë subjektet e tyre në garën parlamentare. Për krahasim, zgjedhjet e 9 shkurtit të këtij viti patën gjithsej 28 subjektet certifikuara nga KQZ për pjesëmarrje, duke treguar një numër të ngjashëm të pjesëmarrësve edhe këtë herë. Filiali i ri i klinikës Meria në Kavaj u inaugurua dje duke sjellë pranë qytetarëve produkte bimore dhe këshillim natyral pa patur nevojë të udhtojnë drejt Tiranës. Doktor Ylli Meria foli gjërësisht për historikun e bashkëpunimit të tij me këtë zonë, potencialin bujqësor të Kavajës dhe projektet konkrete që synojnë të japin fermerëve mundësi të reja të ardhurash dhe zhvillimi. Ai theksoi se Kavaja është një zonë me tokë të jashtëzakonshme ku kultivimi i bimëve mjekësore jo vetëm është i mundur, por edhe me cilësi më të lartë se në vendet e tjera të botës. Pas edicionit informativ, do të keni mundësi të ndiqni një speciale rreth filialit të klinikës Meria në Kavaj. Dje u inaugurua filiali i ri i klinikës Meria në Kavaj, duke sjellë pranë qytetarëve trajtime me çare dhe ekstrakte bimore pa pasur nevojë të udhtojnë drejt Tiranës. Doktor Ylli Meria theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me fermerët e zonës, duke ofruar mundësi për mbjedhjen e bimëve mjekësore dhe tregtimin e tyre. E quaj një sukses të dy të parëve dhe sigurisht koha ndoshta kërkon edhe një njësi të tretë shitje. Pra, shkurtimisht forcohen pikat e lidhjes së produkteve tona me qytetin të shumë kulturuar të Kavajës. Duam ta thellojmë dhe ta zgjerojmë këtë bashkëpunim. Pra jo vetëm të jetë një pikë shitje produktesh, por njerëzit, fermerët nga zona rreth e përqark
mund të vinë këtu dhe të na japin ato mendimet e tyre që shiko ylli, unë mund ta mbill një parcel me kamomil, juve e doni. Unë mund të bëj një parcel me energjik, juve mund të na i tërhiqni këtë si produkt, dhe unë ju kam thënë njerëzve kështu. Ta marrim një produkt. Ju llogarisni shpenzime dhe fitimin, ai është çmimi për mua. Mbi këtë dysheme, le të fillojnë hallkat e tjera. Doktori garantoi gjithashtu produkte bio për sportistët e futbollit kavajës, për energji dhe forcë. Po, mundet që ne, kuptohet, në varësi të dëshirës atyre, t'ju përgatisim një set produktesh që t'ju japim energji, që nëse ju vriten këmbët, ato dhimbje t'u lehtësojnë brenda 1-2 ditësh, të kenë energji për në fush. Po sigurisht falas. Si edhe kanali juaj televiziv që u vu në dispozicion të këtij promocioni tonë. Doktori sodi shembuj konkret të bimëve të zonës, si dhe nënvizoi potencialin e bimëve vendase si trëndafili e egër, fara e zezë dhe asparagus për shëndetin dhe tregtit e sigurt. Kam mbi 20 vite që unë bashkëpunoj me njerëz këtu dhe pikërisht këto pika bashkëpunimit duhet të forcohen dhe të thellohen më tej. E kemi pas filluar me dafinën, pra grumbulloj gjethja e dafinës dhe ne atë e tregtonim deri në Bullgari, në Maqedoni dhe në vendet e tjera. E kemi përforcuar më tej me specin e kuq dhe djegës të kavajës, që ka qenë me të vërtet dhe është një produkt shumë i mirë, e sidomos dhe në ato kodrat ku prodhohet. Kemi ofruar një mundësi bashkëpunimi për prodhimin e frutit të shegës, ndoshta mund të kombinoj edhe me shegën e egër, por pse jo të mos thellohet me trëndafilin aromatik të Damaskut. Unë e kam provuar aty në fermën time në Lush, është që toka e pëlqen shumë mirë, është shumë aromatik, jep më shumë vaj esencial se ndoshta edhe se në origjinën e vet. Pra mund të themi atje në origjinën e vet, atje duhen 3000 kg petale trëndafili për të dalë 1 kg vaj esencial i trëndafilit të Damaskut. Këtu ndoshta duhen nga 2.5 deri në nga 2500 deri në 2700 kg, që do të thotë përqindja e vajit esencial në petale është më i lartë. Uji aromatik i petaleve është shumë tonik, shumë më i dashur. Filiali i ri pritet të jetë një qendër e rëndësishme për shëndetin natyral dhe zhvillimin ekonomik të komunitetit lokal. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 2 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa, të cilat do të sjellin mot kryesisht të vrenjtur me reshje të dobta shiu në disa zona të vendit. Paraditja do të paraqitet me vranësira të dendura në perëndim dhe reshje të lehta në veri, ndërsa pasditja sjell një situatë më të qëndrueshme me intervale kthjellimesh të shkurtra. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten 1 deri në 2 orë diell në disa prej zonave jugore dhe qendrore. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndim me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 2 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 2 dhjetor do të jetë në orën 6:41 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 10 deri në 14 gradë Celsius. Bera 8 deri në 14 gradë Celsius. Korç
3 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 12 gradë Celsius. Sarand, 9 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 2 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave të lagështa ajrore, të cilat do të sjellin mot të paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje të dobëta shiu në disa zona. Paraditja pritet të jetë me vranësira të shpeshta në veri dhe qendër, ndërsa pasditja sjell kthjellime të lehta të ndërthurura me rreshje të pakta shiu në perëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 10 gradë Celsius në perëndim. Era do të fryjë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 2 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 2 dhjetor do të jetë në orën 6:40 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:10 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 2 deri në 9 gradë Celsius. Podujev, 0 deri në 9 gradë Celsius. Skënderaj, -1 deri në 9 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë, 1 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov, 1 deri në 10 gradë Celsius. Malishev, 2 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan, 0 deri në 10 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 8 gradë Celsius. Suhare, 2 deri në 10 gradë Celsius. Prizren, 2 deri në 9 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicione të tjera.